Se ku bëhet punë për 6 vite me radhë, asnjë projekt serioz në këtë vend nuk është ndërtu, nuk është bërë. Madje Kosova ka pësu veç ranje poshtë e ma poshtë, si në aspektin ekonomik e social, e të sigurisë, e në gjitha aspekte tjera, për që ato që u folëm pse cilat detyra na si kemi kry. Kështu që kur ti pej që mojmë men na në përfushata zgjedhore ka këtë diskurs. Do me thonë i sulmon kundërshtarët politik, vazhdon me i sulmu kundërshtarët politik, del sot mas 6 vjetë e qeverisje, del sot, edhe ka zonë që ata tjerë të kam për vete, e këta e kam për drejtësie dhe për shtet. E pa unë qytetarët për 6 vjetë, për qëfar drejtësie, për qëfar shteti, edhe për qëfar, se qëka ka bëhë këto 6 vjetë. Qëre, tash, nëse tentonaj me dalë prap me këtë gjuhë, ka plët, sot i kemi plët raportet publikume, si media, si raportet organizatave ndryshme ndërkombëtare, për një keq qeverisje shumë të madhe të Zotit Kurti gjatë këtyne viteve. Më thonë, njëjti nivel i korrupsionit është, mos me thonë është edhe më i lartë qeverinë e tina se që ka qenë përpara. Më thonë, kur gjë nuk ka tre, ka veç stagnim. Tash, këti si ka me tjetër gjë, veç me dalë që me bo përqarje, me kriju situata konfliktuoze, cilat mujnë me pru edhe në eskalim që ndodhe në Skënderaj, me përdor këtë luftën hibride që fillim e lame, në ditë tjetër e flasim pak ma gjatë. Po, të da kemi temë të veçantë ditë po. Me këto propagandat,